Pra, ju thoni korrupsioni si ndëshkueshëm. Dhe thatë me të drejtë që korrupsionin qeverin para se të vinit ju në pushtet, ka qenë përgjakshëm. Ka qenë i përgjakshëm. Dhe bim dakord me këtë dhe ju thatë 3 shembuj, po mund t'japim edhe shembuj lokale më të vogël sa duhet. Mund t'ju jap një shembull që është shumë signifikativ. Është Bulqiza. Bulqiza. Njerëzit që vazhdojnë humbin jetën atje në për galeri, po që shiko, një jetë është shumë e shtrenjtë edhe një, e vetme. Edhe aty po ndodhi një dramë, se është akoma në ndve një djalë i ri atje, që strukturat e shtetit po merren që ta nxjerrin paktën nga dheu për t'i dhënë prindërve një vend ku po të llogarisim edhe vrasjet për biznes. Po them, në Bulqiz, për shkak të mënyrës se si është privatizuar kromi, për shkak të mënyrës se si janë dhënë licencat e kromit, etj. Korrupsioni ka marrë një trajt të mërshme e të përgjakshme pikërisht atje në Bulqiz. Dakor. Tash ti, për të ardhur për punëtorët, për fat keq për punëtorët. Ju që thatë tash edhe sekuestrohet edhe dënohet edhe dëshkohet edhe vritet. Atëherë, çfarë mendoni për Spakun? Kur shumë mirë ka bërë dhe ju keni leju, do nuk jeni fut në përkom Spakut me arrestimet që ka bërë dhe janë shumë nga Partia Socialiste dhe janë pushtet dhe nuk është se më vjen keq kush fusit durët në dhe janë pushtet dhe kanë qenë njerëz me pushtet. Se është shumë e rëndësishme. Po kanë qenë njerëz me pushtet. Dhe ju keni 35 vjet në politik, do të thonë fëmijë keni hyrë në politik, por mund thonë çdo gjë për Erion Braçë, por nuk thonë që Erion Braçë o hajdut. Nuk thonë që Erion Braçë ka bërë korrupsion. Hajdut me zorë nuk bë kush. Që t'jemi qartë. Po nuk deshe të vjedhësh, nuk të merr njeriu, thot hajde vidh. Po. Edhe për vetë edhe për mua. Po. Vje keq tani në këtë aspekt. Jo, ke plotësisht drejt. Por në anën tjetër, a mendon se ky Spak ose jo Spaku, po segmentet Spakut apo individ Spakut po veprojnë me një anësi politike, kur siç thatë dhe ju me të drejtë, ne kemi pas korrupsion gjaksor. Pra, po i përmendon tash, kemi Gërdecin, Janarin, rrugën e Kombit, e tjera sa dush. Si ka mundësi këto njerëz? Nuk paraqiten. Tani unë pash një moment, Fatmir Mediu ishte duke ne të pi kafe aty. Dhe Spaku nuk është në gjendje ta marri. I largohet çdo ditë Spakut. Pra, në qoftë se ne do të besojmë ke Spaku, a duhet besojmë ke segmente apo individ Spakut, të cilët i zgjasin këto çështje deri në kalendat greke, kur këta janë krim. Dhe unë po ta përsëris një gjë Braçe që se kjo është revoltuese. Po ta përsëris një gjë që e kam thënë në shumë emisione. Në qoftë se janë duke u vjedhur 2 banka. Në bankën e Syçit, kanë hyrë, kanë vjedhur parat, por nuk kanë vrarë njerin. Në bankën e Erionit kanë hyrë, por kanë vrarë edhe personelin. Nuk kanë bank. Po e marr si shembull. Mirë, okay. Asun s'kan bank. Po ku di unë? Nuk ti s'bën deklarim pasurie vëlla. Po hajde më ta bëjmë vend. Okej. Po e kam bërë në Amerikë. E bëjmë. Mirë, atje po. Ai standard na duhet në. Po çdo vit që paguaj taksat 1 për 1. Ai standard na duhet se kur shoh makinat që parkohen bulevardin Dëshmorët e Kombit, sinqerisht them, po mirë, ne deklarojmë. Po këta kur do vi dita deklarojnë. Biles çdo herë që kur kam bën ai gabim ne jon vjen me fi edhe me vjen me fi edhe me gjob.